Aty shumë afër njëri tjetrit, aksionet janë marrë dy shumë suksesshme. Njëna mirë do të thotë kënd prapavit armikut, është fshati Bivolak, larg prapavit armikut, shumë suksesshëm, e shkatrojnë me granat, me mortaj, një transporter të armikut, pa asnjë dëm të ushtarëve tonë, po me ushtar mrena, se u konë transporter, a u konë lëvizje, Dhe aksioni tjetër u konë dikon në ofër fshatit, në Zhilivod ofër fshatit Sibavc. Bile kjo është edhe incizu me shihet në përve do një transporter që është në lëvizje në shpejtësi. Po për fat keq nuk kamera u konë e fiksume, nuk u konë që e ka përcjell krejt, po shihet kur e godet mortaja. Edhe ajo do të thonë konë një aksion, një sukses shumë i bashkëleftarëve të mi, edhe ardhen tregun për sukseset e aksionit. Jo larg këtyre ditëve u konë edhe një minë antitank që është montuar në daljet fshatit Bivolak, drejtimi për Zhilivod. Ka një pozitë mirë ku u konë montuar për antitanku, ka rënë një kamion armik që u konë të transportu. Nuk e dia ka pas gjëra ushqimore çka tu i furnizue ato pikat që thash më herët të shtëpia Bajrushi në Zhilivod, atje më poshtë. Edhe aty ka pas dome të konsiderueshme se kena pas pamje kur e shkeli minën antitank. Kon data i 17 kur na erdhi neve informata që ushtarët armik kanë mrrije të veni ashtu të quajtur të stanica ose të tabla i thonë Venalit. Në rast se e dini ka shtrihet Çiçavica, Shkodra ku është Masnalti, tash është e montuar me antena e valës e çto. Atje kishin pasip dhe janë pozicionuar. Natën e kanë kaluar çat. I thirrën në bashkëleftarët e mi, ata që vazhdimisht unë që i kum qujt njësi mbështetëse, që kurdo që është paraqit nevoja në konxhendi nga dëshmëria që janë mirënjohës vazhdimisht për çdo betejë, dhe nuk janë kohës për betejë, janë kohë për çka do që u paraqit nevoja. Edhe e banëm planin që kanë ardhur, ndërkohë na vjen një bashkëleftar dhe thotë ne ushtar u shkuet të shtëpia e tina në koll, edhe tha po nuk u mgoj se unë i thash mos gabon me shkuet se kum nije që janë hip forcat armike në fillon venin. Po nuk ka ngu, edhe unis. Për fat keq, atë ushtare kena zhdukur sot asaj dite. Ka qenë një ushtar i mirë, e ka dashur uniformën shumë, edhe të nesërmen me mëngjes janë ardhur bashkëleftarët, janë përshëndet, i ku moru fat sukses, edhe një këshill ja ku më dhanë. Thash që aty ku këshyni me pozicionu, llogaritni që ku doni me gju armikun që në rast se vjen, gjonën e i farë rrugicet që shkon drejtim Drenicës. Se qatë pjesë Gradica u konë ra, dhe zakonisht ushtarët, kur e shohin rrezikun gjithmonë e këshyrin mundësin ka me ikë, që kështë arsyeja, vetëm që të këshill ku mund një adhanë. Edhe i kom përcjell janë nisë, këna prit një orë, diçka e haqë ashtu dhe, janë nisë rafallet. A më kuptonë e pritë që ato i kisha disa ushtarë dhe veti, edhe po njën që po ndryshojnë rafallet. Erë informacioni, tha, një Amnik Linaku, i shkon dikun vizit me pa familjen, e tash nuk jam e sigurt, erë se e ka ditë ku jam unë. U falëm u vetëm qëshjet e kjeta, komandanta e mbanu, pak pas farë të vanu me tha se kjeta, se këtë ushtarët atje, unë asë që e kum ditë që kanë munista ashtë e rrugës të mlinjet ushtarët armek, na meneshme veç kurrizit. Avnia ka shku natë që atje ka pasë edhe ushtarë tjerë, ka ardhur informacioni që janë da tash disa ushtarë armek, pej kurrizit, në drejtim të rrugës të mlinjet, e ajet rrugë që të kënë strafës. Kjo rrugicë është veç për traktora, për më kuptonë dhe këmsor, nuk është një farë rrugë që mundet me hi e kjerë dhe diçka. E kur kanë thonë ashtu, a ishte edhe një farë drejtimi që më ishin me ardhë dhe kana. E atëhere, e kum pregadit planin, e i kum thonë 2 luftarve, jo në gjithë në jo 2 nalt, na 2 po shkojnë atë pushtë. Tash, kjo kur në ka orë neve lajmi, ata ishin nisë shumë ma heret.
Kështu që deri se na dal na dhe s'kena mujtë se u konë këzë një farë largësie, 300-400 metra këtë shka për thamon, po kanë mujtë me orën qa drejtim. Edhe pe shuhum në ata 2 bashkëluftarët ka shkuë, ne ishme poshtë ka kruje etheve quhet, të ethë me njënin luftar, po vinë si të mërzitur në pajke. Tha valla, tha, ne këshin vra, tha Januzin, Januz Jasharin. Qa je për ka fletë? Per Avnin nuk e kanë ditë, apo në kuptan. Tha edhe ishtë, tha, një djallë, tha, ko që e rritu, tha, po me 2 fëmijë, në bunker. Sepse si more, tha, vallaj, tha, apo tutën e, tha, shkani, mare mërni, tha, shë edhe thuj, për ju pret Hafizë, pe i shoka vina, ta, i përcellëm nalt, e di që ato, unë gjetëm nalt, erdhen tash bashkëluftarët, se ata e këshin po qëllimin veç qysh me kalu, apo në kuptan. Edhe tash mu vetë, e kuptum dhe më thonë që në u ka vra Enver Tahiri, ushtar i batalionit tem, Mehdi Fazliu, ushtar i brigadës 114, ka qëllu atë, dhe për fatë mirë që unë mendoj, ka ndiku shumë të friga e armikut, se aty ku jenë kënd pozicionum që ta 2 që në ronë dëshmorë, si kur të ishin shkue, masit vëtë që i kanë vra këta 2, apo kuptan, këshin mujtë me mritet civilt, apo në kuptan. Dhe, a ditë dhe tëtë ne kanë vra 4, që jo për me në amnët, kanë kaluë, me të 20 në ka ronë prit, Murat Krasniqi, duke u këthy pej Gollaku apo Prishtineve të treti, ka ronë prit, ka ronë dëshmore dhaj, në t'i konë ofër fshatit Beolak,